Ndërkohë, cila ka qenë përgjigja që keni marrë? Keni mundur ju të komunikoni me institucionet? Ju kam mësu letra shkresën e partë, tani nuk jam marrë ma, kanë ardhë gazetarë, kanë filmu, i kanë po blektorinë e kretë, dhe kur i kam hedhë më kështë plenave. Më ka hik një 200, një 5-6 pula, ka 20.000 lek i puli, kam pas blejë. Për shkak të përmbytjeve? Ja, ka dalë jashtë përdurimit, kretë gruni, po, ujtin e në tani kam 1 metrë në artë, që folim bashkë. Ndërkohë, askush nuk ka ardhur që t'ju vizitoj apo t'ju pyes t'ju japin në komplet zonën tuaj, në askush nuk ka më rritur. Në asenën e por as tani as i herë, s'bët fjallë. Jo, bashki banditash, kriminelash, bashki hajdutar. Thatë që kryesisht problematika keni edhe me blektorin. Çfarë kryesisht rrisni në atë zonë? Për çfarë kujdeseni? Unë kam pas bërë dende, pula, gica, po gica të i kam pas shqit. Ka i dhia, një 200 dhe një 7-18 pula. Se kam pas beka 30-20 lek copën, pula kështu të mlona.